Ka nisur punimet për rikonstruksionin në rrugës Marin Biçikemi në Shkodër. Ky segment është dëmtuar disa herë gjatë viteve të fundit duke krijuar vështirësi të vazhdueshme për qarkullimin e automjeteve. Nisja e ndërhyrjes është mirëpritur nga komuniteti si një investim i nevojshëm për përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e lëvizjes në një zonë me dëndësi të lartë banimi, si dhe aktiviteti ekonomik. Banorët shprehen se prej kohësh kanë pritur një ndërhyrje të tillë dhe shpresojnë që punimet të realizohen me cilësi, duke garantuar që rruga të ketë qëndrueshmëri në kohë dhe të mos rikthehet në gjendjen e mëparshme. Tu janë disa herë që ndërhyet, që duket është cilësia që nuk qëndrojnë shumë edhe natyrisht që duhet me ndërhyr. Por bëjegi shpesh ndërhyet në këtë rrugë. Nëse ka që ndërhyet, rregullohet. Mandej cilësia dihet apo cilësia tena është një element që neglizhohet bëjegi shumë. Gjitha fushat, jo këtu në rrugën aspekte tjera. Pra, kjo është fenomeni, kjo është. Mendoj me kisha dhonë, se kjo me kanë fushat dhe rregullohet, dhe s'thojnë si javë rregullume, me kanë më e malit të rrinë. Pa në pep si mune, pa të që janë smurë dhe me zi kalojnë është ma e keqe me karroce me sena. Rikonstruksioni parashikohet të sjellë përmirësim të ndjeshëm të infrastrukturës dhe të lehtësojë jetesën e familjeve dhe bizneseve që operojnë në zonë.